Si çdo të ri e kena marrë rrugën e Gërbetit, po kom po që në Gërbet nuk mujt me gjetë veten, jam kthy këto edhe mendimin e vllaut e kemi hap këtë biznes. Kila e mishit është 4 euro, e një lop kushton mbi 3000 euro. Shtallës cilën e keni objektin, a ju ka ndihmu dikush, apo krejt vet? I kemi në mënyrë vetanake, po ka kushtu rreth 200.000 euro. Miqtë mi, përshëndetje nga unë Dorontina. Përsëri kemi orë në fshatin Ladrovc, komuna Malisheves. Kemi orë tek firma Bioform me pronor Avni Zogaj. Ai posedon rreth 38 krer bakti. E për ma shumë në ndishin e vijem. Ndrum, përshëndetje, faleminderit që na pranut në firmën e juve. Faleminderit që keni ardhur. Është kënaqësi gjithmonë. Apo më tregon e pas këllon uritëm, a? A pak po valla. Është për qomsht e ka. Ta shiko fol me ndo prej nonës. Prej nonës është sepse. Ndrum, apo më tregon fillimisht ç'është lindi ideja për firmën edhe ç'sa vite? Ideja ka lindur sepse unë në Gërbet, si çdo të ri e kena marrë rrugën e Gërbetit, po kom po që në Gërbet nuk mujt me gjetë veten, jam kthy këto edhe mendimin e vllaut e kemi hap këtë biznes. Që është shumë fitim përs edhe ju kisha sugjeru çdo të riu më mirë me këtë punë, sepse ja vlen. Do më thonë ju jeni konë në Gërbet edhe e ke lon vendin, s'po di tash në cilin shtet, në Itali, e ke lon në Italin, edhe nuk je pishmon si ja ke po kohë. As një tërë nuk jam pishman, edhe sugjerimi im është për çdo të ri më kthy këtu, me hap këtë biznes sepse unë fitim përs. Si për familjen, po ashtu edhe për shtetin. Në një fjalë ja shehoj. Ja shehoj. Unë më ka rënë syn këtë fshatin e juve shumë firma, shumë fermer. Po, i kemi shumë fermer jemi sepse është veni është shumë i bukur edhe ja vlen më mirë me këtë punë. Sa është puna e vështirë ose çka keni mas shumë të vështirësi, të e marr parasysh se kjo don disiplinë dhe korrektësi? Ma shumë vështirësi është kur vjen vera, sepse duhet mja përgatitur ushqimin. Po. Edhe të i po, të bisedu. Kemi mandej kur vjen puna për lavrimat e këto janë. Te kjo pjesa e ushqimit, ç'është ja bëni? I keni orat e juve? I kemi orat e tona, po morëm edhe me qiro, kemi bashkë me fshatarë këtu që na ndihmojnë ka pak, na i dhojnë me qiro orat. Shumë mirë. Po më intereson, tash me që jemi në prak pranverës, a i lëshoni lup? A i leni gjithmonë kështu lidh? Tash nga muaj i prill e bëjmë, i qesim në fush, deri në muajin më shkurt nëntor, i kemi vazhdimisht në fush. Deri kur fitove ta marrua kështu mirë. Po më intereson edhe pjesa e bylmetit, edhe derisa të vini te pjesa e bylmetit, për shembull qumshtin me ja u marr, i keni mjetet apo ç'ish funksionon? I kemi të gjitha makinat, më shkurt që bëjmë jeljen, edhe dorëzojmë në pikën grumbulluese që është këtu në Malishev. Po. Për shembull, i keni klientë ju ose përveç asaj pikës që tha që i kemi disa klientë rregull, i kemi që marrin qumsh nga ferma jonë. Sa po shkon sot një lop për shembull? Killa dikon është 4 euro nëse nuk gaboj? Po killa e mishit është 4 euro, e një lop kushton mbi 3000 euro. 3000, po varësisht edhe sa varësisht tani sa peshon edhe çfarë më shumë çfarë rocë është që si është e prodhimit tomblit te aja lop. Domethënë dallon kur është raca ndryshe dhe dallon edhe qumshti? Kur janë racat Holstein është tombli më shumë, sasia qumshtit është më e madhe, e raca simentallit është me qumsh më pak, po ka më të fortë, me ndyrë më të mirë. Po, cilat raca i ki? I kemi na racat i kemi përzime. Përzime. Po, deri në sa raca i ki? I kemi raca më shumë simentalli, Holsteini më pak, më shumë simentalli kemi dhe. Po, për shembull, cila është ajo po du me ditë dhe me po çaj raca? Holstein? Po. Kjo raca këtu është Holstein. Po. Raca tjetër? Ato raca simentale. Kështu nuk ka që pas kanë fort në i dallim, po gjithsesi ju i dallim. Raca Holsteinit është edhe i bardhëzi edhe bardhëkuq. Po kjo është bardhëkuq tena. Bardhëkuq. I nderuam kështu sa i përket
shtallës cilën e keni objektin, a ju ka ndihmu dikush, apo krejt vet? I kemi në mënyrë vetanake nga ne edhe vllazërit e mi më shkurt që i kemi vënë. Krejt vet. Po, ju ka kushtu kjo shumë? Po ka kushtu rreth 200.000 euro. 200.000 euro. Minimum besoj që ndoshta edhe më shumë. Ka kushtu po te 200.000 shqiptar. A e keni Se pas? Po. Kemi bledhe mjete, traktora, më shkurt, lopt. Po, kur i keni pas fillimet e juve, e keni pas atë frikën kështu brenda vetës, çapo bojma, çapo dojmë boja, arrim qëllimin. Kur e ki pasion edhe dën me shpirt një punë, nuk nuk dyshon në vete. E din që do t'ja arritesh. Me sa lopja keni filluar? E kemi fillu me një lop, kjo është lopa parë. Nëse ban. Kjo është lopa e parë që kemi fillu me këtë lop. Pas ka qenë e bereqetshme. Me bereqetshme shumë. Prandaj nuk e eki. Prandaj edhe kum rendit në vendin e parë këtu. Vendin e parë, garuesja e parë. Sepse na ka dhënë, si thonë, Bereqet. ako bereqeti Po parë. me ne mirë na thojmë. Tash qes. Tash që, po, edhe viça, sa viça i pote ju? Kemi dikun rreth 20 viça. Qësh e diju në këta viçat veç nuk i mboni edhe shumë gjata? Deri Çatër ndimër edhe... deri te 10 ori. Po. Prandaj shesimi. Sa i keni shit për këtë dimër që I shkë? kemi shit 16 cupa. 16 i kemi pas për shitje. Cili u konë çmimi më i lartë edhe më i vogli që... Çmimi më i lartë ka qenë deri në 2300 euro. Më i vogli ka qenë 1500. Kemi pas më shkurt racat e mira, për të mishit racat të pastra. E keni ndërmend me zgjeru? Besoj që po. Besoj që do të arrojmë. Qëllimi jonë t'i bëjmë 100 cupa, 100 krerë lop. Për shembull, ai kishte në zonë që të edhe një 10-15, po shihet që kanë hapësira kështu me zvetë të Hapësirat mirë. kanë, po kur të arrijmë në atë numrin që mendojmë ne, do të mirë veç me qumsh. Prandaj me viça s'do të mirë. Po, vetëm me qumsht. Vetëm me qumsht. E thatë që e keni bashkërisht me vllahun? Me vllazën. Me vllah. Po me vllah. Me vllah. Jemi 2 vllazën këtu, 3 kemi në Zvicër. Po. Edhe ata kanë kontribuar, thatë këtë në fillim. Ata janë kryesor, njerëzit kryesor janë ata. I kisha përshëndet, shumë faleminderit prej tyne, për gjithë. Po falënderimi shkon për vllahun e madh, ai ka kryesori. Shumë mirë pas këtë pohojrin. Përveç familjes, dikon tjetër e keni pas ndihmë? Jo, veç familja, më shkurt, veç familja jonë. Indërun, na turojmë krejt mirat edhe inshallah ki sa ma shumë bereqet e ja ushen hojrin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ketë në firmën time. Kënaqësi është edhe jona gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Si çdo të ri e kena marrë rrugën e Gërbetit, po kum po që në Gërbet nuk u mujt me gjetë veten, jam kthy këto edhe mendimin e vllahut e kemi hap këtë